Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në Maqedoninë e Veriut, Muhamet Hoxha, paralajmëron se vlen është i gatshëm për zgjedhje të parakohshme parlamentare kurdo që ato të mbahen. Megjithatë, sipas tij, gjatë këtij viti vendi duhet fokusohet në realizimin e projekteve të cilat janë shumë të rëndësishme për qytetarët, sepse shpallja e zgjedhjeve dhe krijimi i qeverisë së përkohshme teknike frenon realizimin e projekteve. Kjo qeveri është më shumë se e qëndrueshme. Viti 2026 nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Për më tutje do të diskutojmë, deklaroi ministri Hoxha. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar pas takimit me kongresmenët amerikanë të pranishëm luginën e Preshevës, deklaruan se pjesë e problematikave të trajtuara ishin pasivizimi i adresave, mosnjohja e diplomave, mungesa e përfaqësimit institucional dhe mungesa e zhvillimit ekonomik. Enkel Rexhepi deklaroi se mungesa e investimeve, bllokimi i mjeteve nga Republika e Kosovës për Këshillin Kombëtar Shqiptar, centralizimi i shtetit në çdo institucion, moshapja e kufirit Miratoc Llojan, mosbatimi i planit 7 pikësh dhe i planit aksional për integrimin e shqiptarëve në institucione shtetërore janë dëshmi të qarta të një qasje diskriminuese nga Beogradi. Kryeministri i Shqipërisë konfirmon përpjekjet për integrimin në Bashkimin Evropian si rrugtimi i vetëm i vendit. Gjatë fjalës së mbajtur në konferencën rajonale me temë Nga prona tek progresi, ku morën pjesë përfaqësues të vendeve të Bashkimit Evropian, Edi Rama kujtoi se vendi vijon të mbetet një vëmendje të vazhdueshme nga Unioni. Bashkimi Evropian është diçka për cilën mund të ankohet gjithë ditën, por me Bashkimin Evropian një gjë është e sigurt, natën s'ke makve. Nëse zgjedh një rrugë tjetër, gjatë ditës mund të jesh më i lirë, por ama natën pastaj do kesh makve, kështu që nuk ka alternativë tjetër ndaj Bashkimit Evropian në këndvështrimin tim, nuk ka plan B, nuk ka plan C, është vendi i dur ku do të jemi patjetër. Lidhur me problematikën e pronave në Shqipëri, kryeministri theksoi se Shqipëria është vendi i vetëm në rajon ku të drejtat e pronës kanë qenë në një tyrësni kaq të madhe për shkak të kalimit nga një sistem me pronë totalisht shtetërore në një realitet ku shteti humbi kontrollin mbi territorin pas rënies së komunizmit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se uraniumi pasuruar i Iranit do dërgohet në SBA për të shkatruar ose do të asgjësohet një lokacion tjetër, ndërsa vazhdojnë bisedimet për një marrëveshje kornizë për përfundimin e luftës me Iranin. Sipas Trumpit, në proces duhet të marrë pjesë aksioni për energji atomike ose ekuivalenti i tij, por mbetet e paqartë nëse ai referoi Agjencisë Amerikane apo Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me seli në Vjenë. E ardhmja e rezervave të Iranit për rreth 400 kg uranium të pasuruar në një nivel të lartë mbetet një nga pengesat kryesore në negociata. Rusia rrit kërcënimet ndaj Kievit, paralajmëron sulme të vazhdueshme dhe u bë e thirrje qytetarëve amerikanë të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës. Një ditë pasi Moska sulmoi rajonin e Kievit me qindra dron dhe një raketë të re hipersonike, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov telefonoi sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, duke i kërkuar që të evakuojë stafin diplomatik dhe qytetarët amerikanë nga Kievi. Rusia justifikoi këto kërcënime duke referuar një sulmi ndaj një konvikti shkollor në rajonin e Luhanskit që është nën kontrollin rus. Duke folur për gazetarët gjatë një vizite në Indi, Rubio konfirmoi paralajmërimin e Lavrovit. Ministria e Jashtme e Ukrainës e përshkroi paralajmërimin rus si shantazh të paturpshëm që synon të friksojë diplomatët e huaj dhe organizatat ndërkombëtare. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.